Shpenzimet ushtarake globale kanë arritur një nivel rekord në vitin 2025, duke reflektuar një botë gjithnjë më të pasigurt dhe të përfshirë në konflikte. Sipas të dhënave më të fundit nga Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve për Paqen në Stockholm, Sipri, rritja e vazhdueshme e armatimeve po ndikon drejt për drejt nga luftërat dhe tensionet gjeopolitike. Bota ka shpenzuar plot 2 trilion e 887 miliard dollar për ushtrit, një rritje prej 2.9% krahasuar me një vit më parë. Ky është viti i 11 radhazi me rritje të shpenzimeve ushtarake globale, duke çuar barrën ushtarake në 2.5% të prodhimit të brendshëm bruto global, niveli më i lartë që nga viti 2009. Megjithse ritmi i rritjes është ngadalësuar krahasuar me vitin 2024, kur u regjistrua një rritje prej 9.7%, kjo rënje shpjegohet kryesisht nga ulja e shpenzimeve të Shteteve të Bashkuara. Në pjesën tjetër të botës, shpenzimet janë rritur ndjeshëm me mbi 9%. Ekspertët theksojnë se rritja e vazhdueshme lidhet drejt për drejt me konfliktet e hapura dhe tensionet ndërkombëtare. Shtetet po investojnë më shumë në armatim dhe mbrojtje, si përgjigje ndaj pasigurive globale dhe objektivave afatgjata strategjike. Shtetet e Bashkuara mbeten arsenali më i madh ushtarak në botë, me 954 miliard dollar për shpenzimet për mbrojtjen. Megjithse kjo shifër shënon një rënje prej 7.5%. Arsyeja kryesore është mungesa e paketave të reja të ndihmës ushtarake për Ukrainën gjatë vitit 2025. Megjithatë, SBA ka rritur investimet në kapacitete bërthamore dhe konvencionale, me fokus në ruajtjen e dominimit global dhe frenimin e Kinës në rajonin Indo-Paqësor. Parashikimet tregojnë se kjo rënje do të jetë e përkohshme, pasi buxheti për vitin 2026 pritet të kalojë 1 trilion dollar. Ndërkohë, tre fuqitë kryesore, SBA, Kina dhe Rusia, përbëjnë së bashku 51% të shpenzimeve globale ushtarake, me një total prej 1 trilion e 480 miliard dollarësh.